14 korrik. Kura e vetme për shpirtin. Naamani, komandanti i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte një njeri i madh dhe shumë i çmuar në sytë e zotërisë së tij, sepse nëpërmjet tij Zoti i kishte dhënë fitore në Sirisë. Por ky njeri i madh dhe trim ishte lebros, 2 i mbretërve 5-1. Nga çdo këndvështrim që ta shikoje, dukej se Naamani ja kishte dalë. Naamani ishte një burr nga qyteti i madh sirian i Damaskut. 2 lumenj që buronin nga malet e Libanit rridhnin me një bukuri magjepsëse në një oazë pjellor ku ishte ndërtuar edhe ky qytet. Ky ishte një vend që karakterizohej nga pasuritë dhe dëfrimi dhe ofronte atraksione kulturore të artit, muzikës dhe argëtimit. Si komandant i suksesshëm i ushtrisë siriane, Naamani kishte një pozitë të lakmueshme pushteti dhe prestigji dhe respektohej shumë. Përfshirë këtu edhe nga mbreti i tij. Nuk ka dyshim se bashkë me pushtetin dhe prestigjin e tij vinin edhe pasuri të mëdha. Me fjalë të tjera, ky burr kishte gjithçka që dëshironte, përveç një gjëje. Në ekzistencën e Naamanit kishte një dimension i cili e mbulonte me hije çdo gjë tjetër që ai gëzonte. Arritjet e tij të shumta krenare u zbehën në sundimin e kësaj fraze. Por ky njeri ishte lebros. Gjithçka që gëzonte, mundësitë e shumta dhe pasuritë e tij nuk mund t'ia zgjidhnin dot problemin që kishte. Ai nuk mund të bënte asgjë dhe lebra po ja shkatërronte jetën. Gjendja fizike që e mundonte Naamanin është një tablo e gjendjes frymërore nga e cila vuan secili prej nesh. Lebra e tij ishte një gjendje shpërfytyruese, ngjitëse dhe e shëmtuar. Kjo është një tablo klasike biblike për natyrën e njerëzimit, e cila është e ndotur nga mëkati. Kur ua përshkruajmë veten dhe kontekstin ton të tjerëve, mund të rendisim se kë njohim, vendet ku kemi qenë dhe gjithçka që kemi arritur. Megjithatë, pavarësisht nga të gjitha këto, pa Krishtin, ne të gjithë po shkojmë pashmangshmërisht drejt së njëjtës fjalë të vogël, si edhe Naamani. Por lebra nuk donte t'ia dinte për statusin e Naamanit dhe mëkati nuk e merr parasysh pozitën tonë. Se të gjithë mëkatuan dhe u mungon lavdia e Perëndisë. Romakëve 3:23. Dhe të gjithë, me të vërtetë do të thotë të gjithë. Nuk ka asnjë burr ose grua që është lënë jashtë fushveprimit të asaj deklarate gjithëpërfshirëse. Nuk ka pasuri që mund të na blej për të na nxjerrë nga mëkati dhe nuk ka mirësi që mund ta mbulojë atë. Të gjithë ne vuajmë nga lebra e shpirtrave tan, për të cilën nuk ka shërim përveç se në Krishtin. Vetëm atëherë kur pranojmë se statusi dhe zotërimet tona nuk mund ta trajtojnë dot problemin ton më të madh, se mund t'i drejtohemi Jezusit, mjeku ton të madh, i cili mori përsipër sëmundjen ton që të mund të shërohemi. Ashtu siç ai ishte i gatshëm për të shtrirë dorën dhe për të prekur një lebros, duke bërë veten të papastër, por duke shëruar plotësisht atë njeri, ashtu edhe në kryq ai u bë mëkat, që ne të bëheshim të drejtë në sytë e Perëndisë. 2 Korintasve 5:21. Sot ju jeni të rrethuar nga Naaman, njerëz që gëzojnë prestigj, pushtet dhe zotërime, njerëz që ja kanë dalë në jetë, por që megjithatë janë të njollosur nga mëkati dhe po shkojnë drejt gjykimit. Kjo është një e vërtetë që e minon zilin ton ndaj të tjerëve dhe në vend të saj ngjall dëmshuri. Ashtu si Naamani kërkoi një kur për lebrën e tij, çdo burr dhe çdo grua kërkon një zgjidhje për mëkatin. Dhe ju e dini se cila është kura.